nderë dhe knatësi. I nderuar Zoti Kryetar i Komunitetit Musliman Haxhi Hafiz Selim Muça, Zonja Kryetare e Parlamentit, Zoti Kryetar i Bashkisë, Zotri Ministra, të dashur vëllezër e motra, të pranishëm në këtë sallë dhe në mbarë Shqipëri, zonjë e zotri. Është një nderi veçantë për mua të kremtoj së bashku me ju, të nderojmë së bashku me ju ditëlindjen e profetit të gjithë profetëve, e më të dashurit, më të besuarit të gjithë fuqishmit, profetit Muhammed. Të nderojmë sot ditëlindjen e burrit që ndriçoi mendjen e njeriut dhe njerëzimit. E profetit që shejtron dijen, mësimin, shkollën e fëmijëve tanë të njeriut dhe njerëzimit. Kjo është një festë e madhe për të gjithë ata që i besojnë Zotin. Kjo është një festë e madhe për të gjithë ata që i besojnë dijes, për të gjithë ata të cilë duhet të ndërtojnë tarthmen bazuar në dije dhe respektin e madh ndaj Zotit. Ne kremtojmë ditëlindjen e profetit Muhammed në një vit për të cilin duhet të falenderojmë Zotin, na bëri fatlu të jemi